Zoti Berisha, sa transparent mund quhet procesi në kushtet kur lista e kandidatëve për Këshillin u publikua vetëm sot para nisjes kuvendit? A kanë patur kohë mjaftueshëm delegatët që të njihen me kandidaturat? Bravo. Tani, çfarë janë kandidaturat? Në tërësi janë kandidaturat të propozuara nga degët. Kësaj here, një specifike veçantë ka qenë se kandidaturat kanë ardhur nga degët. Dhe në qoftë se votreju, u votua sipas qarqeve. U votua prandaj, në këtë kuadër, kandidaturat tjera që nuk kanë ardhur nga degët, nuk janë të panjohura në tërësinë e tyre, janë personalitete. Tani e tjetra, bravo. Po cilësoni si problem faktin që u shkel statuti edhe këtë herë, zoti Berisha. U shkel statuti edhe këtë herë për publikimin e listave. Sanksionohet statut që duhen 5 ditë para mbledhjes së kombëtar, të kuvendit kombëtar, publikimi i listave. E keni, ju përgëzoj për leximin e statutit? Jo, e besoj plotësisht, jo, nuk e ve dyshim. Edhe një herë, nuk po e ve fare në dyshim. E ke shumë, e ke të... Bravo, bravo. Në fakt, ka patur një vonesë nga degët në përcjelljen e tyre, sepse kësaj here, realisht, janë degët burimi kryesor i kandidaturave. Dhe të shpallim kandidatura pa degët, kjo nuk mund të realizoj, kjo qëndron, që thoni ju. Por kjo ka qenë arsye, sepse nuk është vepruar në këtë mënyrë siç është vepruar kësaj here, që në tërësi kandidaturat nuk kanë qenë të kryesisë qendrore, ka për tyre që janë të kryesisë qendrore, departamentet për shembull janë. Pra ka pasur shkelje statutit. Kjo një vonim po, sigurisht, vonim po. Por janë degë të cilat i kanë vonuar për arsye që s'duhet i vonon.